Është provuar, domethënë shkencërisht edhe më përpara, që disa lloj sëmundjesh, nëse rrinë në 10 minuta deri në gjysmë ore në diell, sigurisht zbathur, në tokë, mund të shërohet ose mund të tkurret një lloj kanceri. Fillon edhe të tkurret. Por ne po shikojmë që diellin, për shembull, sigurisht kanë shtuar ato shtresat e firmamentit për ta bërë edhe më të izoluar, nuk qoftë edhe nga spërkatje, domethënë nuk ka të njëjtën fuqi, sepse dielli vërtet shëron. Hëna po ashtu shëron gjendjet emocionale, nëse ti del natën në kulmin në hënës së re ose të plot, ti do të ndjesh ndryshime në trupin tënd. Madje ka njerëz që i ndjejnë këto gjëra edhe pa dalë fare jashtë, por sepse luhaten emocionalisht edhe është e prekshme dhe duhet me patjetër që të jenë në kontakt me natyrën, me ujin dhe me hënën në fazën që ajo i ka më kulminante. Ka 3 faza, domethënë, por një nga fazat më të mira është hëna e re dhe ajo e plot. Po, në hënën e re ku dhe pemët zënë më mirë, mbillen më saktë dhe nuk kanë dështime. Që kemi ndikimin e këtyre planeve ose planeteve jashtë tokës. Jo dhe pemët, po edhe fertilizimi në çdo. Dhe cikli i femrës është i bazuar në ciklin e hënës. Dhe po ta shikosh, këto e kanë modifikuar edhe këtë gjë, domethënë duke i futur shpesh herë femrat në një trajtim me hormone, me estrogen, apo me ato pilulat që i marrin në muaj për të mos të qenë fertile, që të ruhen nga shtatzanite pa dëshiruar, ndërkohë kjo ndryshon ciklin hormonal të femrës, e bën femrën që të jetë më pak tërheqëse dhe ndërkohë ajo nuk është e kthjellët për të zgjedhur mashkullin e duhur, sepse kimikisht ajo nuk përputhet. Dhe në momentin që ajo nuk merr më këtë ilaç apo këtë hormon, atëherë kthjellohet dhe shikon që mund të jetë me mashkullin e gabuar. Sepse kthehet në gjendjen natyrale të saj, në intuitive, në atë gjendjen që femra duhet të jetë, që duhet të jetë e lidhur me hënën dhe pastaj shikon që është gabim, sepse u kthye trupi në origjinë. Edhe gjitha këto ndikojnë pastaj edhe në normal, siç themin ne çado mbjellësh, do korrësh, kështu që